rikthyer edhe një herë tek ajo që po bisedonim. Pse konsideroni se qytetarët kanë ndryshuar formën e të bërit protestë? Nga ato që ishin kryesisht patësore në protesta, imazhet të cilat shohim qytetarë të cilët arrestohen, në anën tjetër qytetarë që hedhin vejnë në drejtim të veturave, deputetëve, madje disa pamje as pak të heshme ku qytetarët thyen xhamin përparëm të një veture të policisë. Pse një ndryshim kaq drastik në këto kaq pak ditë? Dhe përgjegjësia penale është individuale. Nuk besoj se ka ndryshim të formës së protestës, por ka individ të caktuar, me agenda të caktuara, prej atyre që prej vitesh e kanë marrë peng politikën shqiptare, e kanë marrë peng interesin kombëtar, dhe që duan dhe akoma ta mbajnë peng, dhe janë të njëjtët personazhet të cilët përpiqen sërish stap tjetër. Aty, siç e thash, ka elementë të caktuar që mund të jenë me agenda të ndryshme. Ka njerëz që kanë ide krejt të ndryshme, që ndoshta kur i shikon pamjet e jashtme ti thua çfarë i bashkon këta njerëz, por pikërisht ajo që e bashkon është ajo që duhet të jetë në qendër të vëmendjes, dhe jo tendencat të caktuara të individëve të caktuar, të cilët i japin ushqim pushtetit për të vazhduar dhe për të marrë dhe për të fokusuar vëmendjen nga problemet reale. Ne kemi këtu një kryeministër, shikoni sondazhet e fundit. Por ç'a thon për gjendjen në Shqipëri, po shikoni dhe studimet e fundit ç'a thon. Shikoni se si ky individ që drejton shtetin shqiptar për 13 vitesh ka pagën më të lartë se mesatarja e vendit, në dallim nga të gjithë kryeministrat e tjerë. Ka 5 fishin e pagës më të lartë se mesatarja e vendit. Pra, paga e tij, nuk jam se kam zili për pagën e askujt, por tani të kesh një dallim kaq të madh me pagën mesatare të vendit, ta kesh 5 fish më të lartë, që nuk ndodh në asnjë nga vendet e rajonit. Merrni shikoni studimin, nuk e kam bërë, unë e kam bërë të tjerë individ, dhe shikoni se çfarë dallimi ka, çfarë shkëput, çfarë do të thotë kjo. Unë nuk jam xheloz as për lartësinë e pagës të tij, as për gjatësinë e trupit të tij, apo për një gjë tjetër, por imagjinoni përkundrazi, por imagjinoni ju se çfarë, domethënë me çfarë individësh kemi të bëjmë. Ja të shkëputur, çfarë do thotë kjo? Se e mora se simbolik. Kjo do të thotë që është i shkëputur totalisht nga realiteti. Është i shkëputur totalisht nga problemet e shqiptarëve. Dhe vetmja mënyrë që kanë është të prishin protestën, ta përçajnë protestën, të futin individ aty që i kontrollojnë ose i kanë të kapur në një farë mënyre për të bërë pis. Por unë gjykoj që shqiptarët duhet të jenë bashkuar kudo ku jetojnë. Kjo është një betejë për demokracinë. Dhe kjo takon të gjithë shqiptarëve, jo vetëm atyre që jetojnë në Shqipëri, por kudo në këtë rajon dhe në botë. Pra është një betejë për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë. Nuk diskutohet që ata që përpiqen të bëjnë dhunë, policia është e shtetit shqiptar dhe shqiptarëve. Siç ka individ aty që pejkalojnë dhe sillen përtej parashikimeve ligjore, pra përdorin dhunë jo proporcionale dhe duhet të marrim përgjegjësi, dhe këtu duket forcia e institucioneve, shëndeti i tyre në demokraci, kur vetë korrigjohen. Dhe kur ka individ që devijojnë nga zbatimi i ligjit, duhet merren masa, dhe këtu duket cilësia. Pastaj për t'i shtypur ata 5 individ që bëjnë dhunë aty dhe që dihen shumë mirë se kush janë, nuk është se nuk dihen, nuk dihet se kush i fut. Është një skenar. Shikoni protestat e mbarshme që kanë ndodhur në Shqipëri. Kush e bën dhunën? Si e bëjnë dhunën? Shikoni dhe i nxjerrni vetë konkluzion. Si ka ndodhur më parë protestat në Shqipëri? Si ka ndodhur dhuna? Shikoni, se kjo protest vetëm dhunë që nuk ka pasur nga qytetarët që megjithatë konsideron Evaris se konsideron se dëmtohet imazhi i protestave edhe nga individ. Konsideroni se dëmtohet imazhi i këtyre protestave, të cilat ishin shumë patësore, u përgëzuar nga mediat më prestigjioze në botë për mënyrën se si qytetarët kërkonin të drejtat e tyre? Është një skenar i njohur ky, dhe po shikoni gjithë titujt e mediave ndërkombëtare nuk kanë tituj të tillë që siç po thoni ju, ndoshta ky është një konstatimi juaj, unë nuk kam parë ndonjë titull media që të thotë që protesta është e dhunshme. Përkundrazi e kuptojnë shumë mirë mediat serioze, mediat që e ndjekin për ditë. Jo, nuk po konstatoj. Unë mund t'i përcjell pas intervistës disa linjë të medjave të cilat thonë eskalon protestat në Shqipëri. Dhe fjala eskalim ka të bëjë me protesta. Dhe dhuna e ushtruar. E di për çfarë po thoni. E di, por nuk ka qenë fokusi që janë protestuesit, është një protestë e dhunshme. Ka
individa aty patjetër që, siç u thash, kanë agenda të caktuara dhe që përdoren për interese të caktuara. Nuk diskutohet kjo. Problemi është që protesta duhet mbajtur paqësore, protesta duhet mbajtur qytetare, dhe unë kam pas kontakt edhe me shumë përfaqësues dhe të mediave ndërkombëtare aty në shesh. Dhe që jeni të bindur që thonë është një nga protestat më qytetare, po flas këtu nuk duhet përmend emrat, po agjensitë më prestigjioze të botës, i ke për ditë aty, e transmetojnë edhe live protestën dhe thonë është një nga gjërat më të bukura që ne kemi parë. Dhe jeni të bindur që ata kanë parë shumë. Ka parë shumë protesta në botë, po flasë. Është një gjë shumë e bukur, thonë vetë gazetarët, vetë përfaqësuesit e tyre. Unë për këtë po pyes, Evarist, unë për këtë po pyes. Nga vetë unë në shesh, dhe e kam parë vetë se çfarë shqiptarësh janë aty. Janë me fëmijë, janë gra, janë të moshuar që të protestojnë dhe nuk kanë asnjë dëshirë që të bëjnë dhunë, dhe dhunën e dini ju shumë mirë se kush e ka në agjendë dhe kush e ka pas. Po, Evarist, nëse nuk e di nëse më kuptove pyetjen drejt, unë për këtë po pyes, protestat me qenë se janë paqësore, apo e prishin disa individ të caktuar një protestë të tillë të organizuar. Për këtë arsye po të liruarve që ishin arrestuar. Shiko, nuk është çështja, e kuptoj shumë mirë pyetjen tuaj. Unë po jap përgjigjen, e kuptoj shumë mirë çfarë po thua. Është shumë e qartë. Pra, është një konstatim shumë i vërtetë, por po a thash kështu që nuk është çështja që ne ta vëmë fokusin te disa individ. Janë një pakic. Një pakic që do të paraqitet sikur është shumicë dhe i jep gur në dorë këtij që të vazhdojë dhe të mbajë gjallë kufomën politike të këtij pushteti. Pra i jep gur këtij për të marrë me individ caktuar, të cilët njihen në Shqipëri, njihen në Kosovë.